Në Ballkanin Perëndimor, Shtetet e Bashkuara janë fokusuar tek çmontimi i rrjeteve financiare që mbështesin politikanët e korruptuar. Dash ka caktuar një afat prej 90 ditësh ku në lupën e tij do të kalojë edhe sektori energjetikës, ku do të mbikëqyren korporatat shtetërore të energjisë, KESH dhe OST, si dhe gjithashtu koncesionet e energjisë rinovueshme. Partneritetet publiko-private gjithashtu do të jenë në fokusin e Departamentit Amerikan të Shtetit, ku pritet të ketë një auditim të plotë të kontratave të menaxhimit mbetjeve dhe infrastrukturës. Departamenti Amerikan i Shtetit do të nisë një monitorim strikt të bankave lokale për të zbuluar lidhjet e mundshme me financat e grupeve kriminale dhe shoqërive të dyshimta. Më 18 dhjetor 2025, presidenti Donald Trump firmosi ligjin vjetor të mbrojtjes së Shteteve të Bashkuara, NDAA 2026, një akt që tradicionalisht shërben jo vetëm për buxhetet ushtarake, por edhe si dokument orientues i politikës së jashtme amerikane. Brenda këtij ligji, Ballkani Perëndimor, ku bën pjesë dhe Shqipëria, trajtohet si një hapësirë ku demokracia, korrupsioni, media, ekonomia dhe siguria kibernetike shihen si pjesë të njëjtit problem strategjik. Kapitulli për Ballkanin Perëndimor ban emrin kapitulli F për demokracinë dhe prosperitetin e Ballkanit Perëndimor. Qysh në hyrje, Kongresi Amerikan e vendos tonin politik duke e përkufizuar rajonin si një rajon pluralist, shumë etnik në zemër të Europës, kritik për paqen, stabilitetin dhe prosperitetin e kontinentit. Ky formulim sinjalizon se destabiliteti në Ballkan shihet si risk europian dhe transatlantik. Ky pra është njoftimi i fundit që vjen, ku kuptohet se në lupën e Departamentit të Shtetit tani ai ka detyrën që brenda 90 ditëve të kaloj në një lupë të gjitha këto aktivitete në vendet caktuara të Ballkanit Perëndimor, do të raportohet pastaj përpara Kongresit në zbatim të këtij akti të nxjerr nga presidenti, nga shtëpia e bardhë, pra që ka të bëjë me dokumentet për strategjinë amerikane ku përfshihet Ballkani Perëndimor dhe duket si do të kemi një fokus në një seri sektorësh shumë problematik edhe në Shqipëri, siç tham, do të jetë sektori i energjetikës, sektori i informacionet ku hyn akshi, sektori i marrëdhënieve të parave, të korrupsionit dhe të grupeve kriminale që nga ndërtimi deri te bankat private, se si qarkullon kjo para. Janë shumë sektor përfshirë dhe Shqipërinë, pra ku duket se do të kemi një vëzhgim shumë të rrept nga ana e Departamentit Amerikan të Shtetit. Sekretari i Shtetit Marco Rubio ka vendosur një afat prej 90 ditësh ku do të kalojnë në lupë të gjithë këta sektor. Kujtojmë që për sektorin e energjisë, pra KESH, OST-ja dhe koncesionet e energjisë rinovueshme, do të ketë auditim të kontratave të menaxhimit mbetjeve dhe infrastrukturës, monitorim strikt të bankave lokale për zbuluar lidhjet e mundshme me financat e grupeve kriminale dhe shoqërive të dyshimta. Do të shohim se çfarë do ndodh para dhe cilat do të jenë rezultatet e këtij vëzhgimi, investigimi amerikan në çdo sektor të Shqipërisë, por edhe jo vetëm të Shqipërisë, pra për Ballkanin Perëndimor, dhe çfarë do të ndodhi pas këtij afati 3 mujor ku Departamenti i Shtetit i kryesuar nga Marco Rubio do duhet të kalojë në lupë të gjitha dyshimet që ka për kontratat e mundshme. Kujtojmë se vetëm pak javë më parë ka qenë ambasada amerikane, e cila e ka paralajmëruar një ngjarje të tillë, pra me auditime që do të ketë, që do të përfshin edhe Shqipërinë në këtë përfshirje të Ballkanit Perëndimor në strategjinë kombëtare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pra koncesione, partneritetet publike private do të jenë në qendër të kontrollit të Departamentit Amerikan të Shtetit, duke qenë se Ballkani Perëndimor konsiderohet tashmë si një sektor, si një rajon me rëndësi të veçantë dhe nëse gjërat nuk janë në kontroll, pra ky do të konsiderohet një risk europian dhe transatlantik i
i këtij rajone. I kthehem edhe një herë pra informacioneve që kemi deri në këto momente. Departamenti Amerikan i Shtetit ka vendosur nën vëzhgim akshin dhe ndërtimet e kullave në Tiranë si 2 nga sektorët që janë përmbytur nga lekët e korrupsionit. Pas miratimit të aktit prosperitetit dhe demokracisë në Ballkanin Perëndimor, Shtetet e Bashkuara janë fokusuar tek çmontimi i rrjeteve financiare që mbështesin politikanët e korruptuar. Dash ka caktuar një afat prej 90 ditësh, ku në lupën e tij do të kalojë edhe sektori energjetikës, ku do të mbikëqyren korporatat shtetërore të energjisë, KESH dhe OST, si dhe gjithashtu koncesionet e energjisë rinovueshme. Partneritet publik-private gjithashtu do të jenë në fokusin e Departamentit Shtetit, ku pritet ketë një auditim të plotë të kontratave të menaxhimit të mbetjeve dhe infrastrukturës. Departamenti Amerikan i Shtetit do të nisë një monitorim strikt të bankave lokale për të zbuluar lidhjet e mundshme me financët dhe grupeve kriminale dhe shoqërive të dyshimta. Më 18 vjetor, presidenti Donald Trump firmosi ligjin vjetor të mbrojtjes së Shteteve të Bashkuara, National Defense Agenda, një akt që tradicionalisht shërben jo vetëm për buxhetet ushtarake, por dhe si dokument orientues i politikës jashtme amerikane. Brenda këtij ligji, Ballkani Perëndimor, ku bën pjesë dhe Shqipëria, trajtohet si një hapësirë ku demokracia, korrupsioni, media, ekonomia dhe siguria kibernetike shihen si pjesë e të njëjtit problem strategjik. Kapitulli për Ballkanin Perëndimor ban emrin kapitulli F për demokracinë dhe prosperitetin e Ballkanit Perëndimor, qysh në hyrje Kongresi Amerikan e vendos tonin politik, duke përkufizuar rajonin si një rajon pluralist, shumë etnik në zemër të Europës, kritik për paqen, stabilitetin dhe prosperitetin e kontinentit. Ky formulim sinjalizon se destabiliteti në Ballkan shihet si risk europian dhe transatlantik. Pra edhe në interesat